Në këtë rast mundemi ne, do me thonë, me përmend edhe ata kushtet e islamit si kushte, për shembull 5 kushtet e islamit, ma precis jemi, di kushte kanë të bëjnë edhe me aspektin shpirtëror edhe me aspektin trupor, do me thonë. Për shembull kemi namazin edhe haxhin. Për shembull namazi edhe e bëjmë ibadet Allahun, mirë po vetëm ngritja jonë në mëngjes, për shembull në 4 regjim, se ka domethënie. Domethënë se njeriu që është i sinqert ngrihet në atë kohë sepse një obligim Zotit ta çon në vend, ama e ngritja jonë, domethënë edhe ajo sport. Me qenë se pasi që Allah e ka lënë në atë orë të hershme, ka domethënie të mëdha dhe ka dobi të mëdha, edhe namazi domethënë mundi me pas dobit që dihen dobi shpirtërore që e çon njeriu në xhenet, domethënë Allahu dhe lëshanu knaqet me atë që e fal namazin, edhe ai është i kënaqur me Allahun, por edhe dobia fizike, për shembull, ta quajmë namazi, çfarë dobi ka në aspektin fizik, për shembull njeriu kur rinet e jatë, ai stili i të ndëjtmës, nëse merr informata nga mjekët, ata e shpjegojnë më mirë se çfarë dobi e ka, për shembull në ruku, kur bën jo rastësisht pejgamberi sa më thotë, kur të bish në ruku, drejto, domethënë bën ruku ashtu si duhet, kur të bish sejdë, ai stili i tramës sejdë, edhe ai ka dobi fizike, por ndëjtja në kam, domethënë duhet më nejt në kam drejtë, jo mu laku, duhet me ai shiqimi, pejgamberi ka thonë duhet me shiqu para, domethënë të gjitha këta punë kanë dobi. Mos flasim për haxhin, haxhi edhe dobit, domethënë shpirtërore, por edhe dobit fizike, për shembull, nëse e bën tavafin në poshtë, i ki një kruk, një rreth, ta quajmë ndoshta 300 metre, 400 metre, mirë po nëse e bën katin e tretë, ata që kanë qenë haxhi dinë 1 kilometër është një kruk, një tavaf i ka 7 sillje, domethënë 7 rrethe, 7 rrotullime një tavaf, 7 kilometra. Unë për vete ku kam shkuar në hax, në fillim s'kam pas mundësi me lëviz, kam lëviz, mirë po me njëherë kam pas dhimbje në kamp, po edhe me siguri të tjerë. Mas ditëve duke duke u mundu atje për me arrit qëllimin pse kemi shkuar atje, domethënë edhe ai qëllimi kryesor më afru te Zoti, por edhe dobit fizike, ta quajmë sport. Për shembull ka njerëz që mjeku ja u preferon në mëngjes të ecin. E nëse ne ngrihemi në sabah, e falemi sabahin, e ke xhamin 1 kilometër larg. A nuk është mirë kjo, domethënë të di aspektet i shfrytëzon muslimani, edhe aspektin shpirtëror, domethënë kënaqet me namazin që e fal, por edhe aspekti fizik. Namazi edhe haxhi, Allahu dhe lëshanu, këto i ka caktuar obligime për musliman, mirë po këtu mund me nxjerrë edhe aspektet e zhvillimit trupit muslimanëve, por edhe trupit njerëzve në përgjithësi në botë. Këtu edhe del shesh sigurisht edhe dallimi mes ritualeve fetare islam edhe të tjerëve, për shembull të tjerë kanë lutjet pa lëvizje fizike, për shembull qëndrojnë drejtë. Edhe këtu del në shesh edhe urtësia se feja islam është feja plot. Sikur se ka në Kur'an, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Edhe kjo plotësi në shesh se domthon Allahu Dhul Jalal me angazhimet në namaz, përveç që domthon ta shëron plagën e shpirtit, edhe ta ushqen shpirtin, a gjithashtu të ndihmon që të bësh lëvizje fizike të cilat ta marrë shëndetin e trupit. Edhe njëherë përcjellsha një dokumentar rreth namazit që e kanë bërë disa xhallar dhe disa mjek, mes tyre është doktor Ferit Agani, për shembull ai thekë, një e fal me namaz është sa me ec 15 kilometra. Edhe ku e përmendë ti domos çdo lëvizje ka shtrëngim të muskujve, ka lëvizje domos të kurje, edhe po, edhe ato krijojnë domethënë atë lëvizjen edhe mbajtjen gjallë domethënë të. Pastaj zgjimin në mëngjes. Ajo është sipas disa studimeve, ku më e mirë kur është ajri më i pastër dhe më i freskët. Edhe kur çohet njëri në atë kohë, për shembull, edhe bën atë lëvizje sikur se përmend për shembull, veç ku me gjetë ata muslimanë që dalin në xhami sabase. Ato janë pakisë. Kur çohet sa për shembull ai merr abdes, freskohet, del ajrin e pastër e thith, për shembull se përmend 1 kilometër, kthehet 1 kilometër, e fal namazin, sunetin, e fal edhe farzin, por nëse fal edhe ishrakun, për shembull, atë faktikisht bën një lëvizje të mjaftueshme që ajo i jep një stabilitet të shëndetit fizik, edhe vërehet se edhe është konstatuar, bile para disa ditëve lexosha në Amerikë është bërë një studim, thekë atë njerëzit fetar edhe që luten
janë më të shëndetshëm se ata që nuk lutën nuk e vetë. Kjo është në Amerikë, nuk është vetëm për muslimanëve. Se lutja domethënë përveç ndikimit shpirtëror e ka edhe atë ndikimin fizik, edhe normalisht shërimi është më i madh. Edhe puna e haxhit, sikur se përmendët, ka nevojë për një elan edhe forcë fizike, sa ti bash është lodhje e madhe domethënë që nuk është edhe pak. Po jo rastësisht preferohet njerëzit që janë fizikisht të mirë dhe të fortë, të thënë hax. Në këtë rast unë i thras njerëzit që shkojnë hax sa më të ri. Sa më herët sa më të ri. Që obligimet i krinë me rregull. Këto desha ta përmendte namazi, edhe një sens është pra njëri duhet mundu të falë namazin që përveç adhurimit ndaj Allahut që është obligim, edhe është veprim fizik, sa është i shnoshe, edhe pejgamberi faluni sa të jeni shnoshe, kur jeni të semur, nëse nuk mundi me i falë sunetet, Allahu a shkon shpërblimin. Andaj feja islame të motivon të nxit që ti të bësh namazin edhe të lëvizësh fizikisht sa ki mundësi për të mbrojtur për momenteve kur nuk i mundësi me bëni gjë të tillë.